Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur ndjeshëm tonë ndaj Iranit duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin veprime shumë të forta nëse autoritetet iraniane ekzekutojnë protestuesit e ndaluar gjatë demonstratave të antiqeveritare. Deklarata e tij vjen në një moment tensioni të lartë teksa organizata e të drejtave të njerëzit raportojnë një numër të lartë viktimash nga ndërhyrja e forcave të sigurisë iraniane. Shqetësimi është rritur pas rastit të Erfan Soltanit, 26 vjeç, i cili u ndalua javën e kaluar dhe pritet të ekzekutohet të mërkurën. Familjarët e tij kanë thënë BBC se dënimi me vdekje është dhënë në një proces të përshpejtuar brenda vetëm 2 ditësh. Organizata Hengau për të drejtat e njerëzit ka konfirmuar rastin duke cilësuar procedurën si të paprecedente për nga shpejtësia dhe ashpërsia. Duke folur për CBC News, Trump u shpreh se ekzekutimet do të kishin pasoja serioze për Teheranin, duke theksuar se SBA-ja nuk do të qëndrojë pasive përballë një akti të tillë. Më herët ai shkroi edhe platformën Truth Social se autoritetet iraniane do të paguajnë një çmim të lartë për vrasje, duke u bërë thirrje qytetarëve iranian të vazhdojnë protestat. Sipas së lajmeve të aktivistëve të drejtave të njerëzit, MSLI në SBA deri tani janë konfirmuar 2403 protestues të vrarë, mes tyre edhe 12 fëmijë, pavarësisht ndërprerjes së gjerë të internetit në Iran. Një zyrtar iranian i tha Reuters se rreth 2000 persona kanë humbur jetën, por fajsoi për këtë terroristët. Sipas të njëjtave burime, rreth 150 persona të lidhur me qeverinë janë vrarë gjatë përleshjeve. Administrata Trump ka nisur tashmë masa ndëshkuese ekonomike duke shpallur tarifa për 25% për çdo vend që tregton me Iranin, ndërsa presidenti ka pranuar se po shqyrton edhe opsione të tjera përfshirë ato ushtarake. Ana tjetër, qeveria iraniane ka akuzuar SBA-n se po përpiqet të krijojë një pretekst për ndërhyrje, duke paralajmëruar se një qasje e tillë ka dështuar edhe më parë.